Pra para se të startojmë dhe të flasmi për këtë çështje, është mirë që njeriu kur të prezanton në kësaj derse në veçantë në këtë tematikë, sepse ne duhem të njihemi me të dashën e Allahut, duhet të njeriu që në zemrën e tij të ketë disa qëllime. Shpërblimet tek Allahu Azza wa Jall janë sipas qëllimeve. Të siç kanë thonë dietarë, se sa më shumë qëllime që të kish në jetën tënde, aq më shumë dhe do të shpërblehesh tek Allahu Azza wa Jall. Qoftë edhe nëse nuk e arrit që të arrish qëllimin, shpërblimi është dhe shkruhet tek Allahu Azza wa Jall duke u bazuar në hadithin e pejgamberit Allahut që thot: ai i cili mendon apo ai i cili vendos për ta bën një të mirë dhe nuk e arrin që ta bën atë, i shkruhet atij sevap para se me bë. Për këtë arsye ne mos jemi ata të privuar nga mirësitë që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë për të gjithë ata të cilët kanë qëllime të mira. Pra pse të ke dëshirë që të njihesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Unë do t'i përkujtoj disa qëllime. Ne kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se Allahu Azza wa Jall ne ka bën model, ne ka bën shembulltyr. Kemi dëshirë që të njihemi me jetën e tij, që ta pasojmë atë. Kemi dëshirë që të njihemi me qëndrimet e pejgamberit Allahut, që të na shtohet dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi dëshirë që të njihemi me mrekullitë që Allahu Azza wa Jall e begatoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që të na shtohet bindja dhe imani ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi dëshirë që të njihemi me qëndrimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veçanti në kohrat e sprovave, që të na shtohet bindje të qëndrimet tona. Kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me marrëdhëniet që i ka pas pejgamberi Allahut me jo besimtar, që ne të jemi model, të që ta kemi model pejgamberin Allahut në sjellje ndaj të qerë. Kemi dëshirë që të njihemi me biografinë dhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të jemi bashkëshort i mrekullueshëm siç ka qenë ai me gratë e tij. Pra kemi dëshirë dhe dëshirojmë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si pejgamberi Allahut e krinte ibadetin dhe ishi përqendruar në ta, që me shpresë të jemi nga ato të përqendruar në ibadet siç ka qenë pejgamberi Allahut. Pra kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se çfarë veproi pejgamberi Allahut në gjendjen e rehatisë kur e kishte dhe pasurisë, dhe çfarë veproi me pasurinë që e posedonte pejgamberi Allahut, që të jemi dhe ne sikur ai. Kemi dëshirë gjithashtu që të njihemi me pejgamberin Allahut në gjendjen e varfërisë, që ne të veprojmë ashtu siç vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe jetën e tij kur ishte sëmur, që ta kemi model dhe ne kur të jemi të sëmur të veprojmë siç ka vepruar ai. Kemi dëshirë që të njihemi me jetën e pejgamberit Allahut, ku pejgamberi Allahut ishte me shëndet mirë, se çfarë vepronte dhe ne gjithashtu të veprojmë siç ai. Kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si pejgamberi Allahut i krinte ibadetet, që ne ta kemi model në ibadetet, nga se kushti i pranimit të ibadetit është që ibadeti të jetë në modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe jetën e tij, që në shitblerje të jemi nga ato siç vepronte pejgamberi Allahut. E në veçanti që u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
duke thonë Allahu e mëshiroft një njeri që është i letë në shiqje dhe në blerje dhe është i letë në gjikim dhe kur të gjikohet. Kemi dëshirë që të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si pejgamberi Allahut i trajtonte ata që i bashin komplote dhe kishin hipokrizi, që dhe ne të veprojmë si që vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi dëshirë që të njihemi me shok të pejgamberit Allahut, se si u bindën pejgamberit Allahut, si e respektuan pejgamberin Allahut, si e deshtën pejgamberin Allahut, si sakrifikuan për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që gjithashtu të jemi dhe ne ata që e dojmë dhe sakrifikojmë për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, kemi dëshirë në të njihemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që jemi nga ata që Allahu azza wa jall i ka stolis me devotshmëri dhe frikë respekt ndaj Allahut azza wa jall, ku ka thonë Allahu azza wa jall innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Frikën më të madhe Allahut azza wa jall janë më të diturit. Kemi dëshirë që të njihemi me biografinë dhe jetën e pejgamberit Allahut, që të bëjmë pjesë të fjalë Allahut azza wa jall, që thot Allahu azza wa jall yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu ata që besuan do t'i lartëson, amo dietarët janë në shkallët më të larta tek Allahu azza wa jall. Pra kemi dëshirë që të njihemi me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'i ftojmë dhe të qertë në atë metodë që si i fton të pejgamberi Allahut, që të bëjmë pjesë në atë që tha pejgamberi Allahut, ai cili ja mëson dhe i fton të qertë e ka sevapin sikur ai që e vepron. Pra kemi dëshirë që ne të njihemi me biografinë dhe jetën e pejgamberit Allahut, që gjithë krijesat që Allahu azza wa jall ka kriju që të lutën për ne. Qase pejgamberi Allahut thot, ai i cili shkon për të mësu apo i mëson të qertë lutën për ta. Çdo krijesë që është në qiell dhe në tokë derisa thonë të pejgamberi Allahut lutet për ta dhe peshku që është në det. Ke dëshirë që gjithë krijesat të luten për ty. Atëherë bani jetë që ne kemi ardhur që të ndëgjojmë, ta mësojmë. Jetën e pejgamberit Allahut që melekët të i shtrojnë krahërorët e tyre, që melekët të jenë të kënaqur me këtë udhëtim dhe rrugtim, të jeni kënaqur me këtë kohë që e ke ndau për ta mësuar jetën e njeriut më të madh që ka shkel në rruzullin toksor. Kemi dëshirë të njihemi me biografinë e pejgamberit Allahut, njeriut më të çmuar, më fisnik, më të lartë, më të dashur tek Allahu azza wa jall. Pejgamberi Allahu se ka pas zakon që të lavdon veten vetëm kur Allahu azza wa jall ka porositur që ta përcjell mesazhin. Dhe thonë të pejgamberi Allahut, unë jam zotëriu i bijve të Ademit në ditën e Kiametit. Pra ne këtë mexhlis do të njihemi me zotërinë i cili do t'i lutet Allahut azza wa jall dhe lutja e tij do të jetë në konsiderat. Ai i cili ngritet flamuri i falënderimit, i mirënjohjes pranë gjithë krijesave në ditën e Kiametit, që 21.124.000 pejgamber kanë ecë rruzullin toksor, zotëriu i gjithë këtinve është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi dëshirë të njihemi me biografinë e këtij njeriu të madh që Allahu azza wa jall nuk ka dërguar pejgamber pa e marrë besatimin se nëse shpallet dhe shfaqet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në kohën tuaj, a do ta besoni, a do ta përkrahani, a do ta ndihmoni, a do ta pasoni? Të gjithë pejgamberët e Allahut ja kanë dhënë besatimin. Pra s'ka pejgamber që është gradu me pejgamberllëk pa ja dhënë Allahut besatimin se nëse Muhammed sallallahu alaihi wasallam
Vjen kohën e tyre, ato do t'jenë xhamati pejgamberit Allahut. Para mendohet i Musai, Ibrahimi, Nuhi, Isai, Hudi, Salih, të gjithë pejgamberët e Allahut me qenë gjallë, të gjithë kishin qenë xhamat si që jemi ne xhamati pejgamberit Allahut. Pra halli im dhe halli jot e kemi meritu që të jemi ummet i pejgamberit Allahut. E si ka mundësi që të jemi ne në këtë shkallë të lartë e mos njihemi me më të dashurin e Allahut dhe dashurin tonë. Pra vëllezër të ndershëm, këtë këto qëllime dhe qëllime të tjera, sa më shumë që njeriu të banë qëllime në jetën e vetë, apo në prezencën kur prezenton çaq më shumë dhe shumë fishohet shpërblimi. Fundit, ne kemi dëshirë që të ndëgjojmë për to që ka thonë pejgamberi Allahut se këto janë mexhlise dhe neje që nuk ngritet njeri i dëshpëruar nga kjo neje. Nuk ngritet njeriu i dëshpëruar as në dunjë e as në ahiret. Pra pse duhet ne të njihemi me të dashurin Allahut? Pse ne duhem të njohim pejgamberin Allahut? Apo pse ne duhem të dim biografinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Nga se biografia, jeta e pejgamberit Allahut është pjesë e dinit. S'ka mundësi që feja të jetë e distancuar apo e ndarë nga biografia dhe jeta e pejgamberit Allahut. Se jeta e pejgamberit Allahut, fjalët e pejgamberit Allahut, veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, miratimet e pejgamberit Allahut, sjellja e pejgamberit Allahut, po dhe pamje dhe dukja e pejgamberit Allahut, as sunet që në ka porosit Kur'ani Kerimi dhe hadithet e pejgamberit Allahut që ne duhet dëmos t'i ndjekmi ato. Si ka mundësi që njeri të ndjek pejgamberin Allahut, po si ka mundësi që njeriu të pretendon se e don Allahun, ama nuk e njeh pejgamberin Allahut. Si ka mundësi që njeriu të pretendon se e don Allahun, ndërsa kush që për të dashur Allahun me dashuri të vërtet, është me dashur pejgamberin Allahut. Për këtë arsye që ka thonë Hasan al-Basriu dhe shumë dietar, sa jeti sprovës Kurani Kerim është kjo jetë. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse ju pretendoni se doni Allah, atëherë më pasoni mu, hesni pas me. Pra veproni ashtu siç kam vepruar unë. Si ka mundësi njeriu me hec dhe me vepru siç ka vepruar pejgamberi Allahut kurse ai nuk e njeh të dashurin Allah? Si ka mundësi? Si ka mundësi që njeriu pretendon se në ndër e ka pa pejgamberin Allahut kurse ai nuk e njeh fizionominë e pejgamberit Allahut? Ai nuk e di si a duk pejgamberin Allahut. Për ata se lefët kur njoni pretendonte dhe shkonte te Ibn Abbasit dhe i thonte kam pa pejgamberin Allahut përshkruajmë. Si e ke pa? Kur ja përshkruaj këto të ke pa. Nga se Allahu Azza wa Jall e ka privu dhe ja ka ndalu shejtanit që të formohet në formën e pejgamberit Allahut. Ama ka mundësi shejtani të vjen në ëndër, jo në formën e pejgamberit Allahut dhe të pretendon se jam pejgamberi Allahut. Pra nuk e ka pa pejgamberin Allahut në ëndër, ai i cili thot e kam pa pejgamberin Allahut, ama jo në atë formë siç ka qenë pejgamberi Allahut. Pra për të pa pejgamberi Allahut sakt, duhet me ditë si a duk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra pse duhet ne ta dim dhe të njihemi me biografinë e pejgamberit Allahut, nga se biografia e pejgamberit Allahut është sunet për ne. Është e domosdoshme dhe koment i Kur'ani Kerimit. Për shkak se kur e kanë definu sunetin çka ka thonë, çdo sen që e ka thonë pejgamberi Allahut, apo e ka vepru pejgamberi Allahut, apo e ka miratu pejgamberi Allahut, apo është sjell pejgamberi Allahut, ka qenë dukuri e sjelljes së pejgamberit Allahut, apo e pamjes pejgamberit Allahut, kanë definicioni sunet. Pra çka është sunet? Atë që ka thonë pejgamberi Allahut. Sunet është atë që ka vepru pejgamberi Allahut.
apo atë që e ka vepru dikush pranë ti dhe e ka miratu pejgamberi Allahut, kjo është sunet. E si ka mundësi që njeriu se pretendon se ndjek sunetin e pejgamberit Allahut, a nuk e din çka ka thonë pejgamberi Allahut? Si ka mundësi që njeriu pretendon se e don pejgamberin Allahut dhe e don sunetin e pejgamberit Allahut, a nuk e din çka ka vepru pejgamberi Allahut? Si ka mundësi njeriu shkurtimisht ta din fen Allahut, kurse nuk e din se çfarë pejgamberi Allahut na ka porosit që të veprojmë përderisa jemi gjallë. Në gjitha rastet, në çështjen e besimit, në çështjen e rregullave, në çështjen e shitblerjes, Allahshvereshit, në çështjen e etikës, moralit, sjelljes. Para të Aishën kur e pyet për pejgamberin Allahut se çfarë sjellje ka pas pejgamberi Allahut, ka thonë sjellja e pejgamberit Allahut ka qenë Kur'an që ka hedhë sipërfaqen e tokës. Pra s'ka mundësi njeriu ta kupton Kur'anin nëse nuk e njeh biografinë e pejgamberit Allahut. Para arabisht biografisë apo historisë i thojnë tarikh, përveç se historisë të pejgamberit Allahut i thojnë sira. A dini pse i thojnë sira? Dhe cili janë dallimi mes tarikhit dhe sirës? Mes historisë të njerëzimit dhe mes biografisë dhe historisë të pejgamberit Allahut. Se fjala sira do me thonë është një histori e cila përsëritet se rruzullin toksor. Pra kush janë ata që e din dhe e dojnë pejgamberin Allahut më shumë, ata të cilët e praktikojnë dhe ecin mas hapave të pejgamberit Allahut. Ata të cilën jeta e pejgamberit Allahut, biografia e pejgamberit Allahut përkthehet në veprimin e tyre. Pra ne pse jemi këtu? Jemi që ta njoftojmë më të dashurin Allahut, zotniun që Allahu Azza wa Jalla ka kriju, që ne të frymëzohemi nga ai, nga thonjët e tij, nga praktika e tij, nga sjellja e tij, që të jemi dhe ne pas tij. Nga se s'ka mundësi njeriu të hyjë në xhenet pas pejgamberit Allahut, ai i cili e ka hub rrugën e pejgamberit Allahut në dunjë. Pra kush hyn pas pejgamberit Allahut në xhenet? Ai i cili ka qëndruar në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në gjallë.